Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudejes arrestuan shtetasin një më 35 vjeç banues në Melgush, pasi ka thyrë masën e sigurisë arrest në shtëpi. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin një 51 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. U referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin RR 59 vjeç banues në fshatin Gajtan dhe MR 63 vjeç banues në fshatin Hotiri, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet e tyre pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin GP 60 vjeç banues në fshatin Pulaj Plazh, pasi ka kallëzuar se shtetasi PC 65 vjeç se shtetasi GP po i shfrytëzon tokën në pronësinë e tij në fshatin Reç. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.